Jemi rikthyer dhe tashmë kam shpresën këtu në studio ku do të flasim, siç lajmërova në fillim, për të gjithë rrugtimin e saj. Do të na tregoj shumë detaje. Shpresa është një vajzë e cila rrezaton shumë pozitivitet, përveç talentit dhe edukatës që ajo ka. Është një vajzë që mua të paktën më kalon shumë përshtypje dhe besoj që do të jetë një bisedë e këndshme edhe për ju për ta ndjekur. Shpresa, faleminderit shumë që ndave kohë, sepse di që kohën e ketë limituar këtu në Maqedoni kur vjen, kështu që faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit edhe juve për ftesën. Është kënaqësi e madhe për mua të jem në një studio kaq të bukur dhe para një vajze kaq të bukur. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Shpresa, do flasim sot për të gjithë rrugtimin tënd, sepse ti, edhe pse e re në moshë, ke një karrierë të gjatë, le të themi, ke një rrugtim shumë të gjatë, kështu që unë dua sot të flasim për të gjitha, por do filloja mbase nga fëmijëria jote. Si ka qenë Shpresa fëmijë? Në fakt, nëse po flasim për Shpresën si karakter, ka qenë ndoshta një tip pak më e mbyllur, po flas domethënë për fëmijërinë më të hershme. Ka qenë një karakter më i mbyllur, ka qenë një karakter ndoshta pak i turpshëm dhe pas një kohe Shpresa nisi domethënë të ndryshoj karakter, të bëhet shumë më e gjallë, sidomos kur vendosa që të studioj aktrim, domethënë unë vetëm se para se të studioj aktrim, unë veç në kryen tem e kisha imagjinuar dhe isha po veç, a kuptoni, domethënë ajo imagjinata e një fëmijë ose një vajze të re. Edhe kështu domethënë një fëmijëri, një vajzë turpshme, ndërsa më pas një vajzë shumë e gjallë, shumë e hareshme do thoja, po nuk e di tjerët si e shohin, po unë paktën kështu e shoh brendsinë e shpirtit tim. Edhe ne ashtu të shohim, edhe ne ashtu të shohim, e rrezaton, unë e thash, prandaj e thash edhe e rrezaton atë pozitivitetin. Pra, dëshira për të bërë aktore ka qenë që shumë e vogël. Si ka ardhur kjo dëshirë? Ke ndjekur që e vogël shumë filma mbase të gjëra ose ke pas ndonjë inspirim për ku të ka ardhur kjo dëshirë? Po, kam ndjekur edhe sa herë që ndiqja edhe thoja, po, domethënë e shihja veten në ekran, e shihja veten, po, edhe unë do të jem këtu, edhe unë e meritoj të jem këtu edhe kështu gjëra, edhe më në fund e ndoqe atë ëndrrën që e kishe. Si e priti familja jote kur ti u bëre pak më e madhe, sigurisht, sepse ato fëmijët zakonisht kur thonë do bëjmë kjo, do bëjmë ajo, edhe prindrit pastaj po do bëhesh, e di inkurajojnë, po megjithatë ndryshon dëshira me kalimin e kohës, për ty nuk ka ndryshuar, pra dëshira që ke pas si fëmijë, ke vazhduar me aktrimin. Si kanë qenë edhe ato, le të themi, komentet ose reagimi i prindërve, i familjarëve, i shoqërisë kur vendose që unë do jem në studime në aktrim? Po, tani të themi se çdo gjë ka qenë me lule, nuk ka qenë. Familja im më ka mbështetur, Axha i babit tim më ka mbështetur shumë, ai ka qenë një ndër ata që e ka shprehur atë, domethënë shpresën e kemi, domethënë atë duhet ta bëjmë aktore, sa ajo është e meriton edhe kështu gjëra, ndërsa baba im, edhe ato më kanë mbështetur shumë, po në fillim ato më kanë treguar realitetin që unë si 18 vjeçari nuk e kam kuptuar aso kohë. Më ka treguar që shiko, po të duash ta vazhdosh këtë profesion, ta kesh parasysh që mentaliteti këtu nuk është aq i zhvilluar sa për të kuptuar ty. Ne të kuptojmë, mirë po, me mentalitetin e këtushëm do kesh problem. Mirë po, unë si ajo vajza që nuk më interesonte asgjë as mentaliteti, asgjë nuk më interesonte, thoja unë do e vazhdoj ose këtë profesion ose asnjë profesion nuk zgjedh. Edhe kështu, domethënë ditën që ato vendosin që të më mbështetin, edhe më kanë mbështetur deri në ditën deri më sot dhe vazhdojnë të më mbështetin edhe më tej. Shumë e vërtet, sepse është e vërtet kjo që të kanë thënë pak a shumë deri diku, sidomos edhe më herët ka qenë pak për vajzat të bëhet aktore, jo puna kjo ajo, mund të ketë paragjykime, po, mund të ketë. Edhe ende vazhdon të ketë paragjykime dhe unë madje e falenderoj familjen tim që aso kohë më ka mundu të më vetëdijsoje se çka më pret, që pastaj unë kam pa ato pasoje, ndonse, po nuk ose më ka interesuar shumë. Mirë po, fjalët e familjes më kanë ndarë. Po, të kanë dalë, pra ke hasur në paragjykime. Cilat kanë qenë ato paragjykimet më të shumta, le të themi, ose komentet që i ke dëgjuar? Po, për shembull, njëherë për shembull, nuk e di ku kam qenë dhe më kam pyetur një dy zonja çka studion, kam thënë aktrim. Po si të kanë lënë ty familja të studiosh aktrim? Po thash çka të bëjmë, kanë lënë ato. Deshin do më lënë. Ti ke ecur rrugën përpara, sigurisht ke vazhduar përpara, sepse paragjykime do të ketë në çdo profesion ka paragjykime, kështu që madje karakteri im ka qenë i tillë që ende është ashtu, po kur i kam pas 20 vjet ka qenë ende më i shprehur, domethënë
okej, çka është tabu, aktrimin, se unë nuk e kam ditë se ka qenë tabu me një vajzë e re, po edhe kur e kuptoja që është tabu, okej, prit ta bëj. Do ta bëj, me që qenë ka tabu. A kupton, i kam patur gjithmonë, atë dhe vazhdoj ta kem kështu. Se gjithmonë më zhdukur, ndoshta paragjykimet e njerëzve për mua kanë qenë thjesht një lojë. Nuk i kam marrë seriozisht asnjëherë. Ndonjëherë edhe një shtys për të vazhduar më tepër. Po, edhe një shtys nuk i merr ja seriozisht, edhe vazhdoj të mos i marr seriozisht. Cila ka qenë base edhe ndonjë gjë tjetër përveç kësaj pjesës së aktrimit që si fëmijë, pra se pas ke qenë pak rebele me sa e kuptoj, cila ka qenë edhe diçka tjetër që e ke dëgjuar se mund të jetë tabu ose jo, vajzat nuk duhet ta bëjnë këtë dhe ti e ke bërë me qëllim, diçka që mban mend? Shumë gjëra. Duke u nisur ndoshta edhe nga stili i veshjes, vetëm për shkakun se stili i veshjes të një vajze, domethënë, paragjykohet një femër nga veshja, unë qëllimisht e kam bë. Veç qëllimisht e kam bë, se nuk e di është ndoshta, po thjesht e kam bë veç qëllimisht veç për t'i thy paragjykimet ose ndoshta edhe për të thyer ato tabut, po. Po, edhe për t'i thyer tabut, edhe thjesht se nuk i kam marrë seriozisht, e kam ditë veten time, e kam njohur veten time dhe se kam marrë asgjë, domethënë, paragjykimet e tjerëve si kam marrë asnjëherë seriozisht. Po, sigurisht ne jetojmë ende në një shoqëri që ka paragjykime, sidomos këtë që e përmende edhe për veshjet, mendoj që karakteri apo personaliteti i një vajze varet shumë, domethënë tregon veshja për të që nuk është absolutisht ashtu. As pak e vërtet, sidomos për një ndoshta për dikën që është më e re, që ndoshta edhe disa sende edhe mund mos i kuptoj. Edhe i kam bërë shumë sende, i kam bërë ndoshta edhe qëllimisht vetëm për shkak se mentaliteti është ashtu, edhe hajt ta bëjmë se duhet dikush ta thejë atë. Hajt ta bëjmë se patjetër është dikush tjetër ta bëjë e parë ose ku ta di unë. Shumë e vërtetë dhe në fakt kjo tregon pak edhe për personalitetin tënd, pra si thash edhe më herët pak ashtu rebele, sepse në fund të fundit njeriu është i lirë, ne jetojmë në demokraci, kemi të drejtat tona, duhet të kemi të drejtat tona për të jetuar ashtu si duam edhe të vishemi ashtu siç duam. Po, derisa ne nuk e pengojmë lirinë e tjetrit, ne jemi të lirë. Pikërisht. Kështu që këto paragjykime le të jenë, duhet vazhdohet gjithmonë përpara. Më trego pak shoqëria jote si e priti këtë pjesë, sepse ma merr mendja që në shkollë fillore, në gjimnaz, domethënë ke qenë me një shoqëri që mbase nuk kanë pasur për aktrim diçka, po cilat kanë qenë ato komente që ti kanë dhënë kur ke vazhduar edhe ti me aktrimin? Po shiko, ka patur nga më të ndryshmet, ka patur nga ata që domethënë që në shkollë fillore, ato shoqet e afërta që i kanë patur, që e kanë ditur, edhe më kanë thënë, "Ua, shpresa mirë, e thoje edhe arrite, për shembull nuk e kemi besuar ose gjëra të tilla." Kanë pas njerëz që nuk e kanë marrë seriozisht ose nuk e kanë besuar, edhe kanë patur njerëz që kanë pas, domethënë, reagime nga më të ndryshmet. Si gjithmonë që ndodhin pa. Si gjithmonë që ndodhin ato gjëra. Edhe vjen keq që duhet jetë kështu, edhe vjen keq që madje duhet t'i përmendim këto gjërat, që në vend se çdo kush të shkojmë edhe të ecim përpara, vjen keq që duhet të ndalemi edhe ta bisedojmë, domethënë ta përmendim publikisht ato gjëra, domethënë ato paragjykimet, në vend se të shkojmë përpara edhe çdo kush ta shikojë jetën përpara. Për shembull, në mirë që ma kujtove, domethënë që tash më kujtoa, në periudhën që unë vazhdoja aktrimin edhe unë takoja shoqe dhe me thanë edhe çka studion po aktrim, edhe unë shumë e dua, po thoja, po pse nuk e vazhdon? Po ja këtu si mentaliteti, po çka mentaliteti? Çka të bëjmë mentalitetin? Nëse marrim mentalitetin, ne duhet të rrim të mbyllur në shtëpi. Me të vërtetë, sinqerisht e kam, sepse çdo kush ka çdo mendim, domethënë ka mendime të ndryshme për çdo gjë, kështu që po nisëm ne të mendojmë se kush çka mendon, atëherë duhet thjesht të mbyllemi shtëpi, me të vërtetë. Shumë e vërtetë në fakt kjo që sapo e the. A është në një farë mënyrë aktrimi edhe një pjesë që njerëzit nuk e shohin shumë si profesion, le të themi. Më duket sikur kur ju thuhet dikujt aktrim, thuhet no, pa ajo është pasion, nuk është më shumë profesion, po se zakonisht më kanë ndodhur edhe aktorë që më kanë treguar, vajza sidomos, kur i kanë pyetur çfarë studion, edhe ka thënë aktrimin, aha, po ose çfarë punon, jam aktore, po ke ndonjë punë tjetër përveç kësaj, edhe nuk e shohin tamam si shumë serioze dhe si profesion, edhe pse është sigurisht një profesion tepër i mirë. Po, shikoj, për atë gjë mendoj që nuk ndoshta ato e shohin si profesion mirë, po ajo që nuk, domethënë, te ne nuk është zhvilluar akoma sa të merret si një profesion serioz. Përveç asaj mendoj që aktrimi është një profesion pasion. Po nuk e patë pasion, nuk mundesh ta bësh. Edhe ndaj asaj gjërat përzihen edhe mendoj se aktrimi është veç pasion. Po, kur pasioni arrin të bëhet profesion, atëherë ajo është si ajo lulja që mëson edhe që e ndrit botën.
Shumë e vërtet, sepse atëherë ka një kombinim shumë të bukur, sepse punën që e bën ti nuk është më punë, po është thjesht kënaqësi, është pjesë e jotja, pjesë e jetës tënde, në momentin që ti e bën një punë që don, dhe besoj edhe për të gjitha profesione duhet të jetë kështu. Nëse nuk e don punën që e bën, atëherë patjetër që duhet të ndrosh pasion ose profesion. Më thuaj pak tash studimet në bachelor i ke bërë në Tetov, studimet e para, pra i ke bërë aktrimin në Tetov. Si ka qenë ajo periudhë për ty? Si e kujton tash nëse kthehesh pak në kohë, si e kujton tash atë periudhë? Në çfarë aspekti për shembull? Fillimet e para kur je përballur me mësimet e aktrimit, pastaj besoj ju ko pas koha edhe në provime keni pasur edhe shfaqje të ndryshme që është dash ti bëni, nëse mban mend mbase shfaqjen e parë ose skenën e parë që ti e ke bërë si aktore. Domethënë, kur e nisa aktrimin edhe thjesht e përjetoja ëndrrën time edhe thoja, okay, tash, okay. Edhe pastaj, më thënë ka qenë një periudhë shumë e bukur, një studente e cila mundohet për ëndrat e saj, kështu. Ajo koha e studimeve është e bukur, besoj ato. Patjetër, jeta studentore shumë e mirë. Si vendose, sepse studion tash në Turqi, si vendose që të ndjekish ëndrrën për të vazhduar jashtë shtetit për të studiuar? Tash ne kur jemi, për shembull, kisha përshtypjen se kisha përthithur çdo gjë që e kam këtu. Kisha përshtypjen se duhet të bëj më tepër diçka me jetën time. Kisha përshtypjen se ne nuk duhet të ndalemi në një vend, por duhet të ecim më tej. Çka tash? Okej, diplomova, okej, bëra këtë, bëra, okej, çka tash? Do të thonë, gjithmonë mbas është shkaku i karakteri që jam tip që gjithmonë dua të jem në lëvizje, gjithmonë dua të jem në zhvillim, gjithmonë dua të jem çka mund të bëj tash. Okej, këtë, po çka tash? Do të thonë, një diçka kur e përfithi në një vend, edhe pastaj them, okej, çka mund të bëj tash? Edhe kështu vazhdon ajo. Nuk të duket mjaftueshëm ajo që tash më ta ofron edhe vendi ku ke qenë, apo sepse i ke marrë të gjitha ato që duhet ti marrësh për atij vendi dhe pastaj nuk të mjaftojnë ato gjëra, kështu që kërkon diçka tjetër, apo? Po, kërkon diçka tjetër. Do të thonë patjetër që unë isha e lumtur me atë që kam arritur, mirë po, pse jo edhe më tepër? Aq sa mundemi, aq sa kemi mundësi, aq sa na jep Zoti mundësi dhe fat. Sigurisht, dhe ju aktorët keni ambicie të shumta për të vazhduar. Më thuaj tash të dalim në Turqi. Pra, siç është edhe titulli që ka vendu me qëllim nga Tetova në skenat e Turqisë, pra të dalim tash në skenat e Turqisë. Si kanë qenë ato momentet e para kur ti je regjistruar atje në fakultet? Cilat kanë qenë ato pengesat fillimisht me gjuhën? Ke pas probleme kur ke shkuar? Po, se kam shku me zero turqisht, edhe me thonë fillim ka qenë shumë ndjenjë bukur kur e kam marrë lajmin që unë jam pranu atje, edhe më kujtohet se, do me thonë, kam qenë shtëpi edhe kemi patur misafir, edhe unë kam kam bërtit. Edhe kur u tregova të gjithë dhe se çka është të ndodh, ato u gëzuan shumë, edhe e pash maman time që nuk u gëzua. Edhe thash, po pse s'u gëzove? Apo tha, nuk do doja që të më largohesh nga këtu, edhe kështu, pastaj kur kam shkuar atje kam hasur shumë, me thonë shumë vështirësi, shkaku i gjuhës, shkaku, me thonë, është diçka tjetër të mësosh një gjuhë edhe të shkojsh si turist ose të punojsh, edhe është diçka tjetër të shkojsh edhe të bësh master, për shkak se është diçka tjetër kur ato neve na jepnin të lexojmë Aristotelin, Platonin, edhe ti ndalesh edhe, okej, çka do bëj tash? Ka qenë shumë periudhë. Sepse ato janë vepra të cilat le të themi edhe shqip kur ti lexon, duhet ndalesh edhe të mendohesh, edhe të më thonë ka qenë ajo periudhë shumë e vështirë kur më duhet ta mësoj turqishtën edhe të studioj në gjuhën turke. Mirë po, mbështetja e profesorëve të atjeshëm më ka bërë gjithmonë të ndihem shumë mirë edhe ta tekaloj pak me më lehtësi, madje për shembull më kujtohet ka qenë, do me thonë, prezantimi i parë në fakultet kur më është dashur të bëj në gjuhën turke, u përgatita gjithë në rregull edhe dola para studentëve, para profesoreshës, edhe nuk më kujtohet asgjë. U ndale, do me thonë, nuk kujtoheshte mësimin, nuk kujtoheshte as tema për të cilën duhet të flas, edhe më ngela, edhe thash, profesores thash, nuk më kujtohet asgjë. Edhe tha pse, thash nuk e di, thash është hera parë që do bëj prezantim në gjuhën turke në një gjuhë që sapo e kam mësuar, edhe për momentin thash nuk kujtohet asgjë. Edhe tha, cilën e ke gjuhamtare, edhe thash gjuhën shqipe. Edhe më shikoj kështu, edhe tha, nëse ke qejf, tha,
fol në gjuhën shqipe. Edhe ajo ndjenja që për shembull para gjithë atyre studentëve të huaj edhe të vendit, edhe ajo ndjenja që më dha ajo fol në gjuhën shqipe, mua më erdhi wow, edhe se nuk e prisja atë gjë. Edhe thash, po të flas në gjuhën shqipe, askush nuk do më kuptoj. Edhe më shikoi kështu edhe tha, s'ka rëndësi nëse ne të kuptojmë, më rëndësi ti të ndihesh mirë. Sa e bukur kjo. Edhe ajo ka qenë ajo një inspirim shumë i madh për mua, edhe në atë moment patjetër që më kujtoi çdo gjë, më kujtoi mësimin, më kujtoi çdo gjë dhe kam shpjeguar në gjuhën turke shumë bukur. Po të më thonë, është ajo kur dola në fillim para studentëve edhe në një gjuhë tuaj ishte pak shumë e vështirë. Më përshtetja kjo që më ka thonë se që asnjëherë nuk do erroj, që më ka thonë fol në gjuhën shqipe, se nuk ka rëndësi nëse ne të kuptojmë, më rëndësi ti të ndihesh mirë, ajo ka qenë për mua një inspirim shumë i madh edhe një largimi asaj ndjenjes asaj atyre emocioneve frikës, që do flasësh një gjuhë të huaj. Më duket se kur e ka kuptuar shumë mirë psikologjinë ajo profesore në fakt, kështu që e ka matur pak a shumë se çfarë të duhet në ato momente, që të duhesh të pikërisht mbështetja. E me që flasim, sepse është një, le të themi, tash kohëve të fundit edhe tek ne mbase ka ndryshuar edhe raporti me studentët, me profesorët, megjithatë ende nuk e kemi mbase nuk kemi arrit në atë nivelin ku arsimimi të jetë në atë nivelin le të themi të duhur. Nëse mund të bëjmë një krahasim mes le të themi shkollimit këtu te ne dhe shkollimit në Turqi, cili do të ishte mbase një dallim shumë i madh që vërehet? Dallimi, do të thonë, në të gjitha aspektet vërehet dallim i madh. Për shembull, unë kur e kujtoj veten si studente në Maqedoni dhe si studente në Turqi, do të thonë, shpresa si studente atje dhe si studente këtu ka dallim shumë të madh. Fillimisht ka dallim shumë si ndjenjë, ka dallim si një vajzë e cilës po të ngrihet një student në Maqedoni të bëjë kërkesë për diçka nuk ja merr parasysh askush, ndërsa atje kur kërkosh diçka, do të thonë merret parasysh. Pastaj është një dallim shumë i madh edhe pse edhe këtu kemi patur, do të thonë, profesor të mirë, të cilët unë i kam dashur shumë, kanë qenë një 2-3 profesor, ato e din cilët janë ato që unë i dua shumë. Kanë qenë, do të thonë, edhe këtu kemi patur profesor të mirë, po në përgjithësi këtu kam përshtypjen se sistemi edhe është janë sikur më të vrashtë edhe sikur e kanë atë ndjenjen si të them, jo shumë për studentin, po ti tregojnë studentit se kush jemi ne. Janë shumë autoritar, janë shumë ti tregojnë unë jam tu, a kupton? Unë jam profesore dhe ju jeni se më lart se ti, a kupton? Ndërsa në Turqi diçka që më ka bërë të ndihem shumë mirë ka qenë se profesorët kohë pas kohe na thonin ne jemi këtu për ju. Me thonë, asnjë moment unë nuk e kam ndjejt veten profesori edhe kështu, am kupton? Me thonë, ajo afërsia, ajo ndjenje e bukur që na kanë dhënë më ka bërë të ndihem shumë e qetë. Besoj ta ka lehtësuar shumë edhe pastaj edhe procesin e krejt studimeve, le të themi kjo pjesë që ato kanë pas një çastje krejt ndryshe. Shumë, do të thonë edhe ajo thjesht i jepni studentit dashuri. Me të vërtet, unë mund ta them se ata po më jepnin dashuri dhe po më japin dashuri si studente. Madje më kujtohet me një profesoresh kur e kemi patur, do të thonë, një prezantim, edhe kemi dalur me profesoreshën që të hampim diçka edhe pastaj kemi kaluar nga një dyqan me dhurata edhe ka hyrë aty dhe më ka blej dhurata, më kupton? Gjë që unë në Maqedoni se kam përjetuar nga një profesor ose profesoreshe, kupton? Edhe ose për shembull ata profesoresha që të menin te shtëpia e tyre edhe në një fest bajrami që unë nuk mundesha të vinë në Maqedoni për shkak i angazhimeve, edhe më morën te shtëpia e tyre, do të thonë, ajo po ka qenë, do të thonë, i fali studentit shumë dashuri. Paktën për mua ka qenë kështu, nuk e di për të tjerët. Po, kjo në fakt shumë gjë e bukur sepse me të vërtetë të motivon se ti në ato momente, për shembull në atë historinë shumë bukur që e tregove, nëse profesorja do kishte insistuar që ti jo thuaj ose më njëherë të vlerësoj me një notë dobët ose mos të vlerësoj fare në një farë mënyre, besoj që do ta kishe humbur motivimin për të vazhduar apo. Po, shumë, se ka qenë shumë e vështirë, do të thonë, gjuha është një, do të thonë, një handicap shumë i madh për të ndihmuar të zhvillohesh edhe për të kuptuar çdo gjë deri në thellësi. Po të më kishte thënë ajo në ato moment se jo, je detyruar në gjuhën turke e diçka të tillë, ndonjë vrazhdësi, ndoshta do e kisha lënë edhe mbase ndoshta nuk do kisha ardhur, po ndoshta edhe do kisha ardhur këndej. Mirë po, inspirimi aty që na kanë dhënë edhe dashuria, mua më ka bërë gjithmonë të jem
ta kem fakultetin edhe mirë pritur në një farë mënyre, po, edhe mirë pritur në një farë mënyre në një vend tjetër, pra në vendin e tyre, kështu që ato të kanë. Që kam pritur aq shumë. Këtë në fakt desha të të pyes përpara se të dalte ajo pyetja para gjykimit mbase që ke pas, desha të të pyes edhe tek pjesa e dallimeve mes universiteteve ose le të themi më shumë sistemit. Si është dallimi edhe në atë pjesën, domethënë teori praktik, në dallimet teori praktik. Tu tani është më shumë teori se sa praktik, edhe atje si është. Këtu të ne është më shumë teori se sa praktik për shkakun e kushteve. Ndërsa atje, do të thonë, një student i ka të gjitha kushtet. Kur them të gjitha kushtet, edhe nëse ka ndonjë pakënaqësi të studentit, studenti e kërkon edhe më njëherë realizohet. Nuk e di për kushtet më të mëdha, kështu po flas për ne kur kemi kërkuar diçka, edhe më njëherë është realizuar. Për shembull, do të thonë, film televizion te drejtimi im, ne do të thonë i kemi pasur të gjitha kushtet, i kemi patur studion ton, i kemi patur kamerat tona, i kemi patur radion, madje më kujtohet krejt në fillimet e mia, do të thonë ishte radioja që live dhe edhe kam shkuar edhe kam bërë një prezantim të shkurtër në gjuhën shqipe, do të thonë ishim disa studentë huaj që kemi shkuar edhe kemi bërë në gjuhën tonë ndonjë prezantim, edhe e kemi, do të thonë, radion tonë, Fakulteti Anadolu University e ka edhe festivalin e vet të filmit, kupton, do të thonë për shkak se janë të gjitha kushtet ofrojnë edhe teorinë në mënyrë maksimale. Kështu, do të thonë, është ka kuj kushteve mendoj. Sigurisht. Kjo. Po, pse Turqia? Pse vendose, dhe më thënë, kur vendose që ti do dalësh jashtë shtetit, pse ishte pikërisht Turqia zgjidhja jote? Ka shumë arsye, po ndoshta gjithmonë më ka pëlqyer kinematografia turke, sidomos Nuri Bilge Ceylan, edhe pastaj nuk jam, po, më thoni, pse nuk ke shkuar në Evropë? Po, për mua Evropa është e ftohtë, për mua Evropa është robotike, për mua Evropa është ndoshta diçka pak më pa shpirt, ndërsa Turqia është diçka që mua më ka mbush shpirtin, diçka që e kam gjetur veten, diçka, do të thonë, një vend me energji shumë të lartë, sidomos po flas për Eskişehir, Istanbul, vendet ku i kam frekuentuar më shumë, Izmir, Ankara, do të thonë, ngrohtësia e atjeshme mua më ka bërë që të ndihem si në shtëpinë time, se po të shkoja në Evropë, e kam ditë, do të thonë, ku mund të ndihem mirë. Për sa i përket mikpritjes, në fakt kemi ngjashmëri me turqit, kështu që mbase edhe ajo ka të bëjë. Ke pas paragjykime para se të shkosh për popullin turk, për atë se mbase nuk e di se si do më presin, sepse shpesh ne krijojmë paragjykime. Kudo që nisemi, shkojmë dikund, ne themi, këto janë kështu, ose si që kryojnë edhe të tjerët për ne, shqiptarët jeni rëmujagjie, ku ta di çfarë, po pastaj kur vinë ndryshojnë mendjen. Ke pasur paragjykime dhe tashmë besoj nuk i ke, ose paragjykime që të ka nikur më tashmë? Paragjykime nuk kam patur, për shkak se më ka marrë mendja se si mund të jetë. Mirë, po pasi unë vendosa pasi u pranova atje, edhe për shembull ato reagimi se si do shkosh atje ndodh kështu, atje ndodh ashtu, edhe këto gjëra pastaj nisën mua të më bëjnë të ndihem të jem paragjykuese. Gjë që unë në brendsinë time nuk e kisha patur. Edhe pastaj e kam një shoqe e cila është me gjysmë, do të thonë, me ranj, e ka nënën prej Turqie, ndërsa është babain prej tetove, është Esra Luta, edhe ajo më ka treguar realitetin e atjeshëm, edhe ka thënë mos e dëgjoj askënd sepse atje nuk është ashtu si thuhet. Do shkosh edhe do e shikosh vetë. Edhe tani kuptoj që pas ka patur shumë të drejtë, edhe unë pas kam patur të drejtë që pas kam ndjejt se ashtu si e kam ndjejt. Po pastaj do të them paragjykimet e tjerëve, pastaj ato paragjykime normal si i largon edhe ec përpara. Sigurisht, sepse dëgjon, jo mund të ndodh diçka, jo pastaj je larg familjes, sigurisht është edhe ajo frika kur je edhe larg familjes. Po, mirë, po unë atje ndihem shumë e sigurt, ndoshta më e sigurt edhe se në Maqedoni, vetëm mungesën e kam familje, ndihem shumë e sigurt për shkak se populli turk, paktën përvojat që unë i kam patur, janë shumë njerëz që të pronsojnë. Më kupton, janë njerëz që kujdesin, janë njerëz që të marrin mbi vete, më kupton? Të marrin në shtëpitë e tyre, të thonë, a ke ndonjë problem, a ke ndonjë diçka që ne mundemi të ndihmojmë, të kemi si vajzë, madje për shembull kur ato i shohin studentët e huaj që shkojnë atje, edhe për shembull mua, më thonë, e ke familjen këtu, edhe unë them jo, e kam larg. Edhe atëherë ju aq shumë kanë dhimbshuri ndaj ndaj me, sa që me krejt shpirtin mundon të ndihmojnë, mundon edhe gjëra të thjeshta, çdo kush aq sa mundet, edhe mundon shumë, do të thonë,
janë shumë të dhimbshëm ndaj studentëve tuaj. Edhe empatike, ndjejnë që mund të të mungoj familja. Pak më herët, pra para reklamave, sigurisht ti e theja të pjesën që turqit janë shumë të afër, domethënë ti ke pas eksperienca shumë të mira për te para gjykimeve që ke dëgjuar më herët para se të shkosh. Ka pasur një familje e cila gjatë gjithë kohës të ka ndejt afër atje. Se ke pasur familjen, ato kanë qenë shumë empatik ndaj teje sepse të ka munguar familja her pas here. Më trego pak për këtë histori. Po, është një familje që madje para se të vi unë në Maqedoni, më duhet të shkoj një herë te ato, pastaj në Maqedoni, se më po nuk erdhe për Ramazan ne, do i dhrohemi. Edhe, gjatë gjithë kohës, më kam pranuar si vajzën e tyre, edhe janë kujdesur shumë dhe vazhdojnë akoma të kujdesen, akoma për shembull po të kem unë ndonjë problem atje, drejt ta shkoj te ato, më kupton? Edhe më kanë bërë që unë të mos e ndjej shumë jo të mos e ndjej mungesën e familjes, por më kanë dhënë atë ngrohtësinë që të mos ndjehem. Që ka shtëpia, le të themi, një ngrohtësi që ka familja apo shtëpia. Pikërisht, se për shembull një studente që rinë konvikt që jemi krejt vajza që, do të thënë, sa do të jetë mirë aty, prapë se prapë e ndjen atë mungesën e atmosferës familjare, mungesën e shtëpisë, ndërsa kur shkoja te ato, më thënë si të them, më vinte sikur pothuajse sikur ka marrë në Maqedoni të mamaja edhe të babaj, edhe më freskoi shpirti, më kupton, edhe pastaj vazhdoj, si normal se nuk mund të vija gjithmonë në Maqedoni shkaku i ngarkesës të studimeve. Po, sigurisht. Po si ndodhi që u takove me këtë familje? Si ndodhi që u njoftove me këtë familje? Po, jam atje, domethënë jam njoftuar edhe pastaj vazhduan. Po, vazhduan, kështu edhe pastaj madje vitin e kaluar ata erdhen te ne në Maqedoni, po, të shtëpia jon, po. Edhe kështu. Kjo në fakt shumë histori e bukur, sepse me të vërtet atë që e the ti ke nevojë, atje ke nevojë për një ngrohtësi, le të themi, për ato gjëra, sidomos kur je studente që çdo njeri edhe në konvikt mund të kesh shoqe, po çdo njeri pastaj sheh atë punën e vet, ato studimet dhe ke nevojë për një ngrohtësi familjare. Po një ashtu në ndjen ku mund të strukesh, më kupton, po. Shpresa të dalim pak tek pjesa kryesore, pra aktrimi atje në Turqi, sepse duhet patjetër ta përmendim këtë pjesë. Ti tashmë përveç studimeve që je atje, je bërë edhe pjesë, le të themi, kinematografist të Turqisë, sepse ti ke qenë pjesë e 2 filmave. Mund të na përmendesh pak më tepër për këtë? Ka qenë filmi Döngü, Erkan Tavşoğlu regjisor, edhe Gülizar, filmi Gülizar, te filmi Döngü kam patur, domethënë kam qenë pjesë e kastës kryesore, e cila doli, në vizion vitin e kaluar, edhe kemi marrë pjesë në për shumë festivale, kemi marrë çmime në pothuajse të gjithë festivalet e Turqisë, kemi premierën e filmit e kemi bërë në Adana, në Altın Koza Film Festivali. Edhe kështu e kemi patur rrugtimin për të gjithë festivalet, pastaj kemi shkuar edhe në festivalet jashtë shtetit, edhe atje kemi marrë çmime kështu. Ka qenë një periudhë shumë e bukur për mua. Si ka qenë si eksperiencë në përgjithësi, pra të bësh pjesë sigurisht e këtij filmi, Döngü që e përmendë, është një nga filmat që ti ke një rol më kryesor. Si ka qenë si eksperiencë, mbase edhe sepse në gjuhë tjetër, në një gjuhë që ti sigurisht e ke përvecuar, tashmë e ke bërë si gjuhën tënde, megjithatë është pak më ndryshe, mbase sepse duhet të hysh në mentalitetin e tyre, duhet pak më shumë. Si ka qenë si eksperiencë për ty? Nuk ka qenë shumë e vështirë, por nuk ka qenë edhe e lehtë. Nuk ka qenë e vështirë për shkak se dëshira ka qenë shumë e madhe, dhe kuptohet që nuk ka qenë edhe e lehtë. Ka qenë një ndjenjë shumë e bukur, domethënë, unë isha atje në audicion, edhe pastaj kur e mora lajmin, isha në Maqedoni. Edhe ka qenë domethënë një ndjenjë shumë e bukur. Për shkak se nuk e kam pritur, edhe unë nuk e kam pritur ta fitoj atë rol, edhe pastaj pritja e atyre që ma kanë bërë, domethënë aktorëve atje që ma kanë bërë, më ka bërë të ndjem shumë mirë. Nuk kam pas diçka kështu që kjo është e huaj, mbase ja kam marrë vendin, le të themi, në thojza dikujt tjetër, por të kam prit mjaft mirë. Nuk është që ato kanë pas ndonjë problem me ato që ti je huaj atje, jo. Jo, nuk i kanë ato paragjykime sepse ka shumë atje, domethënë ka shumë të huaj, edhe nuk i kanë as pak ato paragjykime, përkundrazi të mirëpresin, më kupton? Edhe për shembull, edhe unë kam menduar këtë gjë, edhe kur e pata marrë, domethënë lajmin se cilët aktorë do jenë pjesë të filmit, kam qenë në ligjerata, edhe veç, domethënë, kur i pash se janë ato shumë të njohur, edhe thash,
punës tash çka do bëj me këto? Ato janë shumë, do të thonë, po thoj si një pjesë VIP të Turqisë, edhe thash tani këto mua si do më presin dhe u stresova shumë, a kupton? Edhe në atë moment i thash isha në ligjërata dhe i thash profesoreshës a mund të dal jashtë. Edhe dola jashtë edhe ajo pas meje. Edhe tha çka ke, tha pse nuk je mirë? Thash kështu, thash ka ndodhur, thash nuk e di se thash çka do ndodh, do të thonë nuk e di çka do ndodh, si do mpresin, kupton? Është një ndjenjë shumë e mirë, po në të njëjtën kohë është një frikë, kupton? Sa ato shumë edhe më përvoj, edhe thash nuk e di thash çka do bëj. Edhe në atë moment e kapa për qafe profesoreshin, se nuk, do të thonë kisha shumë emocione. Edhe gëzim këndeja dhe frika? Po, edhe s'kisha për gëzimit madh, edhe s'kisha këta kapi për qafe, edhe e kapa profesoreshin për qafe dhe pastaj më qetësoj edhe do të thonë hyra në ligjërata edhe pastaj kur i kemi mbajtur provat e para edhe e kam parë që edhe ato u entuziazmuan nga unë, do të thonë nga performanca ime që unë vetë se kam pritur ashtu reagimet e atyre ti shoh ashtu, edhe ato u entuziazmuan aq shumë sa që do të thonë në fund thanë je aq profesionale, do të thonë nuk e kam pritur. Nuk e kemi pritur aq shumë një vajzë kaq e re të jetë, do të thonë ta ketë emocioni dhe shfaqjen e emocionit deri në këtë nivel. Kjo është shumë gjë e bukur. Po publiku, nëse bëjmë një krahasim, si të prit atij publiku, sepse i pash edhe disa video në fakt që janë shfaqur edhe u shfaqen edhe tek kronika, si prit publiku, sepse atje ndryshe funksionon. Atje në moment që filmi merr pak më shumë hov, tamam VIP bëhen aktorët. Po, është ka qenë ndjenjë shumë e bukur, për shembull, do të thonë pasi përfundoi filmi, ato do të thonë gjithë vraponin të bënin fotografi dhe kështu gjëra, edhe madje më kujtohet njëri se karakteri që unë e kam luajtur ka qenë pak më agresiv. Edhe më kujtohet njëri, do të thonë, aq shumë ishte mishëruar me karakterin tim, sa që u ofrua ti të bëj foto me mua edhe sa kam frikë të afrohem. A mos ja ashtu e vrasht. Po jo, thash shumë mirë. Edhe pastaj më thonë. Është vetëm personazhi. Po, më thonë ajo dashuria prej publikut ka marrë aq shumë dashuri, sa që do të thonë ndoshta mi kanë plotësuar të gjithë do thoja ato boshllëqet që nuk i kam ndjerë në Maqedoni kur kemi dalur në skenë. Edhe ato japin aktorit shumë vlerë edhe japin shumë dashuri. Do të thonë atje aktori ka shumë vlerë, edhe do të thonë është shumë ndjenjë e bukur kur gjithë vraponin, bënin fotografi, të vlerësoni, pastaj kishte edhe ai rast, më thonë, pasi ne shkonim në festivale dhe shfaqnim filmin nëpër qytete të ndryshme dhe pastaj ato mesazhe që mua më vinin nga njerëz që unë as nuk i njoh, edhe mesazhe që thonin se je shumë aktore e mirë, jemi shumë të ngazllyer nga ti, edhe do të thonë ajo ka qenë ndjenjë shumë e bukur. Sidomos nëse do të thonë nëse kjo ndodh në një shtet të huaj ku konkurenca është pothuajse në Turqi ka 10 milion apo 20 milion aktorë. E vërtet, konkurencë shumë të madhe, edhe kur e kam ndjetë unë këtë gjë, për mua ishte lumturi shumë e madhe. Shumë gjë e bukur me të vërtet kjo, sepse vlerësohet atij aktori, ndryshe nga këtu tek ne, që shumë pak në fakt vlerësohet, edhe pse ato japin një kontribut shumë të madh, ju si aktori jepni një kontribut shumë të madh për të ruajtur edhe kulturën, edhe artin, dhe për ta lullzuar në një farë mënyrë edhe artin dhe për ta përcjellë tek brezat e rinj, por fatkeqësisht nuk jemi mbase në nivelin e duhur edhe si publik për të vlerësuar gjërat që duhen vlerësuar. Një gjë tjetër që nuk dua të lë pa përmend është edhe që ti përveç gjithë kësaj, domethënë gjithë aktrimit, gjithë këtij rrugtimi në fakt që ti ke bërë, ke provuar edhe gazetarin, që është diçka shumë interesante dhe pikërisht në Turqi. Ke provuar në një farë mënyrë gazetarin në Turqi, por që ke dhënë lajme në gjuhën shqipe. Si ka qenë kjo? Atëherë kështu do të thonë, unë atje shkova njëherë shkova vetëm për vizitë, se do të thonë i njihja ata që punonin aty, do të thonë pata rastin që t'i njoftoj televizionit tek Rumeli TV, edhe pastaj fillova që do të thonë më interesonte të bëj praktik atje. Edhe pas praktikës ndoshta pas një jave, pronari e pa, nuk e di, mbasi e pa atë po ndoshta ka pa diçka që ka pëlqyer te unë edhe tha dua që të japish lajmin do të thonë në gjuhën shqipe. Edhe kështu do të thonë ndodhi ashtu që edhe unë nuk e kam planifikuar, edhe e kishim do të thonë pas edicionit të lajmeve në gjuhën turke, unë kisha do të thonë lajmet nga Ballkani, edhe i jepja do të thonë në gjuhën shqipe, do të thonë sapo përfundonin lajmet në gjuhën turke, menjëherë vazhdonin lajmet do të thonë në gjuhën shqipe.
Kjo është shumë interesant, sepse në fakt në Turqi ka shumë shqiptar dhe kjo është shumë gjë e bukur që është bërë edhe nga televizioni, pikërisht për të transmetuar edhe lajme në gjuhën shqipe dhe ka qenë një eksperiencë krejt ndryshe për ty në fakt, prej aktrimit në gazetari. Mund të bësh një ndërlidhje? Ka qenë një farë aktrimi, le të themi, ke hyrë në rolin e gazetarës në atë periudhë? Nuk e di se nëse kam hyrë në rolin e gazetares, por... Sepse më duket sikur ju aktorët mund t'i bëni të gjithë profesionet. Po, ne i bëni të gjithë profesionet, po. Po, veç më i bëni, po. Kështu që ka qenë në një farë mënyrë e ke lidhur, e ke, le të themi... Po, shiko, çdo gjë që është para kamerës, një aktor mund ta bëje. Do të thonë, është shumë e thjeshtë për ta bërë, kështu që nuk mund të them që kam aktruar, po e kam ndjetur atë kënaqësinë e kamerës, edhe pastaj ka qenë për mua shumë e veçantë për shkak se patriotizëm nuk do me thënë që vetëm t'jesh në vendin tënd edhe të thosh po unë jam në vendin tim edhe jam patriote. Patriotizëm është të shkosh në një vend të huaj edhe ta shfaqësh edhe ta të tregojsh kush është kultura jote, kush është gjuha jote, t'ua tregojsh të tjerëve kush janë shqiptarët, t'i bindesh të tjerët se shqiptarët që kanë të zotët, edhe kjo është patriotizëm më shumë, edhe kjo ma ka dhënë atë ndjenjen shumë të mirë kur i kam dhënë lajmet në gjuhën shqipe atje. Shumë e vërtet, dhe me që e the këtë pjesën e patriotizmin, unë di diçka tjetër që nuk e kam biseduar me ty, po që e mora vesh prej dikuj tjetër dhe di që ti shpesh i ndihmon edhe shqiptarët në Turqi, vullnetarisht ofrohesh për kthim nëse ka nevojë dikush ose ka pas raste që më kanë treguar kur ka pas raste në spital nëse dikush është dashur të shkojë, domethënë transferohet prej këtu në Turqi dhe ti e ofruar edhe për kthyese ose për këta gjëra. Ishte ka treguar këtë. Mi treguan njerëzit që të njohin ty, unë e dija se sa modeste je dhe nuk do deshe që ta flasim, po unë do doja që ta përmend sepse tregon shumë për personalitetin tënd, humanitetin që ke ti dhe është diçka shumë e bukur që ti e bën dhe pikërisht pjesë e patriotizmit është pikërisht kjo. Patriotizëm është pikërisht kjo, ti popullin tënd nuk e lën asnjëherë atje sepse më kanë treguar që nëse një shqiptar është atje, ti ofrohesh vullnetarisht për të ndihmuar me çfarë ka nevojë. Po, për shkak se unë vetë kur kam shkuar atje e kam parë se sa e vështirë është dhe kam parë se sa bukur është kur të ndihmon dikush. Edhe automatikisht edhe të unë është zhvilluar ajo ndjenja e se njeriu, psikologjia e njeriut është atë që ka e merë, atë edhe shfaq. Do me thënë, mirësia është si zinxhir. Edhe unë kur kam parë se sa bukur është dikush të ndihmoje, që të mos mundohesh vetë, edhe të njëjtën e kam bërë, edhe do me thënë, e bëj edhe me të tjerë. Do me thënë, kur vi studentët atje për të studiuar, edhe unë gjithmonë mundohem që ti ndihmoj për çka do që kanë, për çfarë do nevoje, sepse e di çfarë ndjenje është ti je vetëm në një vend të huaj. Po kjo është gjë shumë e bukur sepse e vlerëson këtë. E vlerëson këtë dhe sigurisht që ofrohesh edhe për të ndihmuar. Shpresoj ne erdhëm në fund të emisionit, unë e di që ti ke shumë për të folur. Shumë shpejt, duket ndonjëherë sikur ka kohë, por nuk ka kohë për të folur për gjitha. Po unë dua një herë një mesazh për të gjithë të rinjt ata të cilët duan që të vazhdojnë aktrimin, një mesazh le të themi për të gjithë njerëzit, një mesazh le të themi motivues, që për të ndjekur edhe ëndrat e tyre ashtu siç ke bërë edhe ti. Po, do të thonë thjesht le të bëjnë çka t'ju doj zemra. Nuk e di se është një fjalë në turqi që thonë pasha gönlün ne isterse, do të thonë çka të don zemra pash, nuk e di po, thellësia e zemrës. Do të thonë çdo kush le të bëj atë çka don derisa nuk e pengon tjetri, aktrim ose çfarë do lloj profesioni tjetër, derisa njerëzit ndihen mirë edhe është një profesion i cili ata i mbush me energji, i mbush me pozitivitet, le ta bëjnë. Një mesazh shumë i bukur në fakt. Unë shpresa të uroj shumë suksese. Unë jam shumë e bindur që ti do të le të themi do ndriçosh në ato skenat e Turqisë, po edhe në skenat ndërkombëtare, shumë e bindur që do çohin, por kam një porosi që mos na harron në momentin që do jesh shumë VIP. Jo. Atë gjë nuk e bëj, nuk e kam bërë asnjëherë edhe nuk do bëj asnjëherë sepse nuk është pjesë e karakterit tim. Bëj shaka, sigurisht sepse e di, domethënë edhe me energjinë që ma ke dhënë edhe me talentin që e kam parë tek ty, e di që do të ndriçosh shumë dhe do të arrish majat, prandaj po them që duhet na vish përsëri në intervistë edhe pasi të kesh arrit ato majat që ti synon. Patjetër, faleminderit shumë, do ishte kënaqësi edhe një herë për shembull, do ishte kënaqësi që
kur të mbri me lejen e Zotit gjithmonë, kur të mbri edhe diçka tjetër, edhe pastaj prapë të kthehem, edhe të vazhdojmë intervistin nga aty ku e kemi lënë për më tej. Pikërisht, pse jo, dhe une për mua do jetë një kënaqësi shumë e veçantë sigurisht që të vish, sepse nuk pata mundësi që të folim sot për gjitha, unë e di që ka shumë gjëra për të cilat me ty mund të flasim, po besoj unë desha në këtë pjesë desha që pak a shumë të njohin njerëzit atë personalitetin tënd, më shumë se sa për atë që puna flet, sepse puna flet, kështu që njerëzit e din punën që e bën, ta vlerësojnë punën që e bën, po deshim pak të dim edhe nga ajo shpresa, le të themi atë personalitetin tënd, kështu që faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit shumë për ftesën, edhe faleminderit që e ke shfaqur atë, do të thënë, u mundove të shfaqur atë që jo çdo kush e sheh te një artist. Patjetër, faleminderit shumë. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim këtë episod të emisionit Prizma. Ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë në Rupafshim.